tenderi dyshim të zhdhënë nga shoqëria rajonale e ujësillës kanalizimeve në Gjirokastër, vlera fituese e tenderit ishte sa 91% e fondit limit, duke skualifikuar 4 kompani të tjera që kishin ofruar më pak. Është arrestuar ditën e dieshme e dashura e Safet Bajrit në akuzën e bashkëpunëtores në vrasjen e Fatbard Licit në gusht të vitit 2018. Një tjetër personi ka dhënë fund të jetës në burgun e Tiranës si pasojë e përdorimit të metadonit. Kjo ka ngritur dyshime mbi varësinë e kësaj substance dhe efektet fatale për jetën e përdoruesve. Vladimir Putin ka pranuar sugjerimin e Amerikës për një armëpushim 30 ditor, por frika e presidentit rus qëndron në faktin se këto ditë mund të ndihmojnë Ukrainën të fuqizohet. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Shoqëria rajonale e ujësillës kanalizimeve në Gjirokastër shpalli fituese kompaninë Gjikuria dhe ISI Pro Partners për ndërtimin e ujësillësve në fshatrat Fushbar dhe Zhulat. Vlera fituese e tenderit ishte sa 91% e fondit limit. Kjo ka ngritur dyshime për abuzim pasi 4 kompani ofruan oferta më të ulta, përfshirë njërën që ishte gati 600.000 euro më e lirë. Një tjetër tender i dyshimt ka kaluar pa zhurmë, kësaj here në sektorin e ujësillësit. Shoqëria rajonale e ujësillës kanalizimeve Gjirokastër në varësi të ministrisë drejtuar nga Belinda Balluku ka shpallur fituese kompaninë Gjikuria në bashkëpunim me ISI Pro Partners për ndërtimin e ujësillësave në fshatrat Fushbar dhe Zhulat në bashkinë Gjirokastër. Vlera fituese e këtij tenderi është 225.484.000 lekë të reja pa TVSH apo rreth 2.7 milion euro me TVSH. Ndërsa fondi limiti i përcaktuar ishte 248.188.000 lekë të reja ose rreth 2.9 milion euro me TVSH. Kjo do të thotë se tenderi është fituar me rreth 91% të fondit limit, një shifër tepër e lartë që ngre dyshime për abuzim dhe favorizim. Duke analizuar dokumentet e tenderit të siguruar nga redaksia jon, rezulton se në garë kanë marrë pjesë gjithsej 6 kompani, 4 nga të cilat kanë ofruar vlera më të ulta se sa fituesi. Madje një prej ofertave ka qenë gati 600.000 euro më e lirë se sa ajo e shpallur fituese. Pavarësisht kësaj, tenderi u dha Gjikurias dhe kompanisë ISI Pro Partners, duke lënë në hije ofertat më të leverdishme për buxhetin e shtetit. Ky fakt hedh dyshime të forta për një skenar të paracaktuar ku fituesi ishte vendosur që në fillim dhe gara ishte vetëm formalitet. Kompania Gjikuria, në pronësi të Florence dhe Milo Gjikuria, kanë fituar tenderin në bashkëpunim me ISI Pro Partners, në pronësi të Emiliano Delilaj dhe Miguel Ali. Ky është vetëm një nga rastet ku kjo kompani fiton kontrata të majme nga institucionet shtetërore, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e dhënies së tyre dhe kriteret e përzgjedhjes. Kur një kompani fiton një tender me një ofertë më të lartë se sa konkurrentët, shtrohet pyetja, a është ky një rast i qartë i manipulimit të procedurës? Përse një ofertë 600.000 euro më është rrejnë të shpall fituese, duke ignoruar alternativa më ekonomike? A janë këto kompani të lidhura me pushtetin dhe apo shkon ky tender drejt një skenari të parashikuar? Përgjigjet mbeten në duart e institucioneve, por një gjë është e qartë, paratë publike vijojnë të ndahen me të njëjtin skenar të njohur, ndërsa taksapaguesit paguajnë faturat e tenderave me fitues të paracaktuar. Ilva Gjuzi, zëvendës ministri, ka lavdëruar vazhdimisht kryeministrin Edi Rama, si për shembull ai është 10 hapa para të tjerëve. Ajo është përfshirë në listat e sigurta të kandidatëve për Kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjet e 11 majit. Kritika thotë se thjerrjera e saj është ngritur mbi lavdërimet dhe jo mbi meritokracinë. Për të bërë pjesë e politikës dhe kërkuar një karrike në parlament, nuk ka qenë kurrë më e thjeshtë se sa sot. Nëse dikur prioritet kishin njerëzit me ide, vizion dhe përvojë, sot gjërat kanë ndryshuar pasi për të shpërblyer si çdo zemra, mjafton të jesh lëpirës dhe lavdërues si kryetarit. Ilva Gjuzi, e cila pak kohë më parë u emërua zëvendës ministre e turizmit dhe mjedisit, pasi deklaroi se Edi Rama është 10 hapa para të tjerëve, si një emet, ka marrë një tjetër shpërblim nga kreu i qeverisë dhe Partisë Socialiste. Ditën e dieshme ajo ka gjetur veten tek listat e mbyllura në qarkun e Tiranës dhe me një vend të sigurt në Kuvendin e Shqipërisë pas zgjedhjeve të 11 majit. Edhe pse shqiptarët e njohin vetëm për superlativat ndaj kryeministrit Edi Rama, Gjuzi po merr çdo ditë më tepër frytet e kësaj karriere që nuk është ndërtuar fare mbi meritokraci, por mbi lavdërime dhe lajka.
Eria Ago, e dashura e Safet Bajrit, u arrestua pasi dyshohet se ka pasur rol në vrasjen e Fatbard Licit në gusht të vitit 2018 në Shkodër. Ai akuzohet për krijimin e kushteve për vrasje dhe ndihmë ndaj autorëve të krimit. Më herët, Ago është përmendur në përgjime që lidhen me një rrjet prostitucioni, të cilat ajo i ka mohuar këto akuza. Është zbuluar identiteti i të dashurës së Safet Bajrit. Policia ka vënë në pranga Eria Ago, pasi dyshohet për përfshirje në vrasjen e Fatbard Licit në gusht të vitit 2018 në Shkodër. Ajo është arrestuar më 26 shkurt, 5 ditë pas kapjes së Bajrit nga forcat Frenea në Shkodër. Sipas informacioneve, Eria Ago është pronare e një butiku veshjesh në rrugën Myslimshyri në Tiranë dhe akuzohet për krijimin e kushteve për të kryer vrasje dhe përkrahje të autorit të krimit. Sipas hetimeve, ajo dyshohet se ka pasur rol aktiv në ekzekutimin e Licit, pasi ka drejtuar një nga makinat e përdorura në krim dhe ka ndihmuar në largimin nga vendngjarja të Safet Bajrit dhe Asmer Bilalit, të cilët dyshohen si ekzekutorët kryesor. Me vendim të gjykatës së posaçme, ndaj saj është saktuar masa e arrestit me burg, ndërsa aktualisht ndodhet e izoluar në burgun e Grave në Pojsk të Pogradecit. Eria Ago është përmendur gjithashtu në përgjimet që çuan në arrestimin e Hermes Nikajt, i njohur si Zogu i Tiranës. Në vitin 2020, përgjimet e Nikajt kanë nxjerrë në sken edhe emrat e njohur të showbizit shqiptar. Një nga protagonistet në këtë rrjet prostitucioni është edhe jeshmisi Eria Ago. Në përgjime, Ago kërkohej nga Anjeza Bena për të kryer marrëdhënie intime. Mesazhet përcilleshin përmes Zogut të Tiranës. Asë kohe, Ago reagoi revoltuar duke e mohuar të kishte lidhje me ngjarjen. Pas publikimit të lajmeve për të, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, ajo pretendonte se e gjitha ishte një shpifje për të hedhur balt mbi figurën e saj, madje theksonte se nuk kishte nevojë për para. Një tjetër personi ka dhënë fund jetës në burgun e sigurisë në Tiranë. Ai ishte përdoruesi metadonit, kësaj substance tepër të rrezikshme e cila përdoret për të trajtuar varësinë nga heroina dhe mund të ketë efekte fatale për jetën e përdoruesve të saj. Një 46 vjeçar që trajtohej me mjekime kundër varësisë nga drogat, i dha fund jetës në burgun e sigurisë në Tiranë, por gjithnjë më shumë dyshime ngrihen për këto mjekime që u jepen të rriturve dhe të rinjve, që nuk duket se po i ndihmojnë me problemin e tyre, por po i çojnë drejt të njëjtit fund. Edhe pse prezantohet si një alternativë për të larguar nga heroina, përdorimi i metadonit renditet si i treti shkak që sjell vdekje në botë. Ndaj i dhënë në mënyrë të gabuar, ai shkakton varësi një lloj si droga. Përdoruesit e heroinës në Shqipëri kanë dëshmuar se pas largimit prej saj, kanë fituar një varësi po aq të rëndë ndaj metadonit që u jepet në qendrat e rehabilitimit ose me rekomandimin e mjekëve. Metadoni është një substancë sintetike që zëvendëson nevojën e personit të varur nga opiatet dhe heroina, por shkakton pirje të fortë, depresion, arrest të rrugëve respiratore dhe madje vdekje. Në disa persona, efektet fatale kanë ndodhur edhe me doza të vogla prej 30 mg, por studimet thonë se edhe te personat që janë tolerantë ndaj opiateve kanë ndodhur efekte të rënda. Individëve që u jepet metadon për dhimbje zakonisht ndjejnë lehtësim për 4 deri në 8 orë, por substanca qëndron farmakologjikisht aktive për periudha shumë të gjata duke akumuluar toksicitet. Megjithse individëve u jepet metadoni vetëm një herë në ditë, efektet e tij farmaceutike bashkëveprojnë me të tjera mjekime dhe qetësues, duke shtuar pasojat në pacientë të varur nga opiatet, siç shkruajnë mediat. Edhe pse metadoni përdoret për të trajtuar varësinë në disa raste, ai mund të shkaktojë një varësi të re dhe të përhershme. Kjo ndodh për shkak të veprimit të tij në sistemin nervor, i cili mund të krijojë një ndjenjë të ngjashme me euforinë që ndjehet nga përdoruesit e opioidëve të tjerë. Një nga efektet anësore më të rrezikshme të metadonit është mundësia e mbidozës. Përdoruesit që ndjekin rregullat e dozimit të saktë ose përdorin metadonin në kombinime me substanca të tjera si alkooli ose sedativët, janë në rrezik të vdekjes nga mbidoza. Simptomat e mbidozës përfshin ngadalësimin e frymarrjes, humbjen e vetëdijes dhe arrestit kardiak që shpesh mund të çojnë në vdekje. Qytetarët e Vlorës kanë denoncuar cilësinë e keqe të punimeve në rrugën e re Bregdetare Lungomare. Mungesa e kanalizimeve dhe punimet nën standarde bëjnë që rruga të mbulohet me ujë gjatë rreshjeve. Qytetarët e zhgënjur të Vlorës kanë denoncuar cilësinë e keqe të projektit të punimeve në disa segmente të rrugës së re Bregdetare të njohur si Lungomare. Mungesa e kanalizimeve dhe punimet nën standarde bëjnë që pjesa e rrugës prapa vilave qeveritare të mbulohet nga uji, sa herë nis të bjerë shi, ndërsa qytetarët si në këmbë dhe në automjete duhet të kalojnë mes ujit që pushton rrugën e sapo ndërtuar.
Rruga në dukje elegante pritej të shërbente si një arterje kryesore për zhvillimin e turizmit dhe infrastrukturën e qytetit, por shihet qartë se ajo është kthyer në një liçen për automjetet dhe këmbësorët sa herë ka rreshje. Ky problem gjithashtu ndikon negativisht në imazhin turistik të vendit, pasi vizitorët dëshpërohen nga kushtet e pakëndshme që i presin, prandaj qytetarët i kërkojnë autoriteteve të marrin përgjegjësinë dhe të bëjnë një vlerësim të kujdesshëm të punimeve dhe projekteve që realizohen me qëllim që të shmangin dështime të tjera. Denoncimi. Projekti i ri i Lungomares që ka bërë mbas vilave qeveritare e kanë përfunduar para disa ditësh, ndërkohë situata sapo bie një ves shi është kjo, pasi nuk kanë hapur një kanal për të shkarkuar ujin, aty rruga ka pjerësi. Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia është dakord me armëpushimin 30 ditor, por në kushte të mëtejshme. Armëpushimi duhet të çojë në një paqe të qëndrueshme dhe të adresojë shkaqet rrënjësore të krizës, ndërsa Ukraina ka pranuar propozimin, por Rusia ngriti shqetësimin se kjo periudhë mund të përdoret për mobilizimin dhe riarmatimin e saj. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia është dakord në parim me propozimin e Shteteve të Bashkuara për një armëpushim 30 ditor në Ukrainë. Megjithatë, ai thekson se kushtet duhet të shikohen edhe më tej. Sipas Putin, ky armëpushim duhet të çojë në një paqe të qëndrueshme dhe të adresojë shkaqet rrënjësore të krizës. Në një deklaratë ai tha se Rusia është e gatshme të ndalojë luftimet, por theksoi se duhet të përcaktohen rregullat e armëpushimit, përfshirë mënyrën e kontrollimit të mundshme të shkeljeve. Ai gjithashtu ngriti shqetësimin se Ukraina mund të përdorë periudhën e armëpushimit për të vazhduar mobilizimin dhe riarmatimin, duke sfiduar mundësinë e një paqeje të qëndrueshme. Putin vuri në dukje se trupat ukrainase janë të rrethuar në rajonin Kursk të Rusisë dhe se duhet të përcaktohen detaje të mëtejshme për mundësinë e dorëzimit të tyre. Sipas tij, armëpushimi mund të jetë një mundësi për të siguruar një periudhë të qetë për trupat ukrainase të lodhura. Në të njëjtën kohë, një i dërguar i presidentit të SBA-s, Donald Trump, mbërritje në Moskë për të diskutuar këtë propozim, të cilin Ukraina e ka pranuar. Sipas një zyrtari rus, armëpushimi do të ndihmonte vetëm Kievin, duke i ofruar një periudhë pushimi për ushtrinë ukrainase. Përpjekjet diplomatike janë bërë paralelisht me pretendimet ruse se trupat e saj kanë dëbuar ushtrinë ukrainase nga një qytet kyç në rajonin Kursk, një zonë që ka qenë në tension për muaj të tërë. Një studim i kryer së fundmi në një universitet të Koresë së Jugut sugjeron se vaksinat mRNA mund të shkaktojnë ndryshime psikiatrike si ankthi dhe depresioni. Shkencëtarë të tjerë kanë ngritur dyshime mbi pasojat afatgjata të këtyre vaksinave dhe për këtë kanë bërë thirrje që këto të ndalohen. Një studim alarmues ka shkaktuar shqetësime të reja për vaksinat e teknologjisë mRNA, pasi studiuesit zbuluan se injeksionet që u dhanë popullatave kundër Covid kanë ndryshuar karakterin e njerëzve, shkruan rrjeti Slay News. Studiues në Korenë e Jugut konfirmojnë se injeksionet ndryshojnë stilin e njerëzit, ndjenjat, frikën dhe nivelin e stresit. Analizat me rreth 2 milion pjesëmarrës janë publikuar në revistën e njohur shkencore Nature Journal. Studimi është drejtuar nga profesor Hong-in Kim i një universiteti në Seul dhe konfirmon se vaksinat janë përgjegjëse për raportimet në rritje të ndryshimit të sjelljes së njerëzve në të gjithë botën 4 vitet e fundit. Në të thuhet se vaksinat kanë shkaktuar manifestime psikiatrike mes të vaksinuarve dhe kjo ka sjellë shtimin madhor të sëmundjeve mendore, teksa pacientët përshkruajnë rritjen e ndjenjave negative të frikës, ankthit dhe depresionit. Për këtë studiuesit rekrutuan rreth 2 milion banor të Seulit për të shpjeguar se proteina spike e injeksioneve është nxitja kryesore e rregullimeve psikiatrike të shkaktuara nga vaksina. Studimi i sugjeron se neuroinflamacioni i shkaktuar nga proteina spike në tru kontribuon në simptomat psikiatrike si ankthi, depresione dhe çrregullime të tjera somatoforme, thuhet në dokument. Zhvillimi vjen në një kohë kur rastet e depresionit në SBA janë rritur me shifra rekord prej viteve 2020-2021 dhe kur ekspertë në të gjithë botën bëjnë thirrje për ndalimin e vaksinave. Më herët është raportuar se si ish-drejtuesi shkencor i Pfizer denoncoi në një dëshmi se vaksinat Covid janë krijuar qëllimisht për të dëmtuar njerëzit. Dr. Mike Hidon ka thënë në video dëshmi për Parlamentin e Irlandës së Veriut se injeksioni mRNA për Covid janë të maskuara si vaksina. Në hapje të deklaratës së tij, shkencëtari thotë: "Në këto 15 minuta, dua të drejtohem atyre që janë lënduar nga vaksina ose kanë humbur të dashurit e tyre prej saj, si në Irlandë edhe në të gjithë botën.
Ky material i maskuar si vaksin është krijuar qëllimisht për të lënduar njerëzit dhe unë jam ndoshta drejtuesi shkencor i kualifikuar i farmaceutikës për ta thënë këtë. Kam disa sugjerime se çfarë mund të bëjmë për të luftuar këtë krim global që ende vijon. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.